këto rrugët në lagjet e poshtme të Selidës u kam treguar 2 muaj më përpara. Ka ndodhur gjë thoni ju në 2 muaj? Po jo më duhet jetë shumë pak kohë që bashkia të paraqitet këtu edhe të merret pikërisht me këto rrugë. Edhe me këto rrugica që janë shtruar vetëm 2 vite më përpara. 2 vjet. 2 vjet më përpara dhe u bën të gjitha u bën me asfalt. Dërmimi që kam mësuar është katastrofik. Katastrofik. Urdhëroni, shikojeni. Ka pasur defekte të ujësjellësit, defekte që janë korrigjuar dhe pastaj kanë ngjelur grova në mes të rrugëve që torturojnë të gjitha këto lagje apo gjithë ta banor që ndodhen në këto shtëpi. Do t'ju tregoj edhe tjetrën, prandaj po nxitoj se ka edhe një tjetër këtu paralele, siç ka edhe më lart, një paralele ka edhe më poshtë. Një tjetër paralele që është dërmuar dhe është bërë copa nga ujësjellësi. Një hall akoma më i madh që i shtohet hallit madh të legalizimit të banesave të gjithë Selidës. Që më lejoni t'ja u them, nuk duhen më legalizuar individualisht, po duhen bërë të gjitha njëherësh, edhe të gjitha në të njëjtën kohë, me qëllim që të gjitha njerëzit të gëzojnë pronën e tyre. Ja urdhëroni. Shifeni dërmimin e gjithë rrugicës. Gjithë rrugica e dërmuar nga kreu deri në fund me rrugë.